Voice News ju përshëndetje me së bashku si çdo ditë me mua Esër Sura për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa jugore paraqitet me reshje dhe stuhi, ndërkohë Alpet me dëbor të pakët, pjesa tjetër e Europës me kthjellime dhe diell. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, vendi paraqitet paradite me diell, ndërsa pas dite vijnë vranësirat më të dukshme këto në jug të territorit shqiptar edhe në juglindje, por pa reshje. Temperaturë do të luhaten nga -1 deri në 19 gradë Celsius, era frymë mesatare dhe dallgëzimi në brigjet detare do të jetë i ulët. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajoneve të Europës për ditën e nesërme. Europa juglindore pritet me reshje dhe erë, ndërkohë Europa veriore dhe Alpet me reshje të pakta. Pjesa tjetër e vendit do të jetë në mod të kthjellët dhe të ngrohtë. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme, sipas Meteoal. Në paradite priten kthjellime, ndërsa pas dite priten vranësira dhe reshje të pakta, më të dukshme këto në veri edhe në verilindje të territorit shqiptar. Temperaturë do të luhaten nga 1 deri në 20 gradë Celsius, era frynë e lehtë dhe dallgëzimi në brigjet detare do të vijojë të jetë i ulët. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.